Me 11 muaj burgu është dënuar prindi 43 vjeçari I cili kishte sulmuar 2 futbollistë të mitur në ndeshjen midis ekipeve futbollistike të fëmijëve Shkupi dhe Bregallnica, e cila u zhvillua më 24 gusht në stadiumin Bellobërdo në Shtip. Ka njoftuar nga gjykata themelore e Shtipit. Zëdhënësi I kësaj gjykate Sashko Georgiev tha se vendimi nuk është I plotfuqishëm dhe se do të pasojë periudha ankesave në gjykatën e apelit të Shtipit. Këshilli I gjykatës penale, kryetarit të cilës është gjykatësia Nevena Perica, ka dhënë vendim për të akuzuarin Avni Avduli nga Shkupi për kryerjen e një vepre penale të dhunës, sipas nenit 386 paragrafi 4 I kodit penal. Ai është dënuar me 11 muaj burg dhe vendimi nuk është I formës së prerë, pason afati ankesës në gjykatën e apelit në Shtyp. Incidenti për të cilin Prokuroria Themelore Publike në Shtip kishte ngritur kallëzim penal kundër prindit, ndodhi më 24 gusht në minutën e 89 të ndeshjes, kur gjyqtari dha kartonin e 2 të verdh për një ndërhyrje të gabuar, duke përjashtuar djalin e të akuzuarit, I cili luante për klubin futbollistik Shkupi. Nga prokuroria aso kohë patën thënë se I pakënaqur me vendimin, djali fillimisht u soll në mënyrë jo sportive dhe u përpoq të përleshej me një nga lojtarët e Bregallnicës me grushte dhe shqelma. Pastaj, siç kishin thënë nga prokuroria gjatë përleshjes mes fëmijëve, babai hyri në fushë dhe filloi t'i godiste 2 fëmijët me grushte dhe shqelma, duke u shkaktuar lëndime trupore.